Jena para iftarit, hala është koha iftarit, edhe kam dëgju që njëna prej mysafirët mija që sonte për agjeron edhe bash merdh mirë edhe interesant edhe thira në emision se i kom premtu që në qofë se agjeron vitin ashëm, ku më thirë në emision. Shot Avaraliu. Shot? Është e vërtet? Shumë e vërtet. Për me? Po, shumë e vërtet. Po më keq që s'po më ta shërby pije as ty as vetit, natyralin. Po, kur vjen koha e iftarit ta dhëna me veti. E marr me veti. A pe ki zor me agjeru? Jo, shpëtim me të thënë drejtën unë vjet kom fillu me Vjeta? agjeru. Ma herët të nësim konë në për tripat Ramazana, mas një herë kum pas një botë tjetër. Çfarë botë ke pas bë? Po jo, nuk majt kur, nuk kom agjeru kur, nuk është që jem konë kështu kafeja, nuk jem konë e kështë shumë. Po kjo s'do me thonë që jem kyç, po me vitet që kalojnë një bon përgjetshëm, do të milo gjinodi që... Veç ku të shoh, e ke shu dhe mjekrën, Ramazanin e ashëm me mjekrën, sota. Plus Ramazanin e kena dhe obligim na muslimant, dhe vjet kum fillu për 3 ditë edhe kum qu deri në fund edhe si vjet pe kam shumë knatësi. Do me thonë viti 2 që pe agjeron? Po. Ka garant vitin e ashëm kime shu dhe mjekrën? Mjekra s'po del, po veç një qitë shamin. Jo, me të drejtën, po nina shumë një shpirtnisht, nuk e ki idenë ti. Se ma herët menojsha, thesha jo s'pe maj se vetë, nuk i vullnet me angër iftar, si fërë, kur je vetë është pak pak e vetmume. Po me të drejtën e kam një knatësi shpirtnore jashtëzakonisht madhe. Edhe unë menoj që mos kam ja do. Do me thonë kime agjeru vazhdimisht? Kom e majtë. E kur po thu vetë, se vetë po jeton... Po, vetë. Vetë? Se sa ku? Po gjithë. Do me thonë, këtë jetën vetë këtë jetu? Jo, se edhe unë kam një familje që më kanë linë. Po të e përsta po të pësë, që po të vetë, gjithë. Jo, prej moshës 18 vjeqare që ku marrë Prishtinë si studente, unë jetoj vetë. Okej. Me të drejtën, tash bile s'kohët fundit, unë s'kam nerva me jetu me njerëz. S'dja me jetu me burë në të ardhëmën kur të mbjen, po... Kur mësohë shpëtim vetë, o problem mu ambientu me diga tjetër. Po mu më pengojnë edhe kur të hecë dikosh. Kur të hecë? Nëse më vjen një musafir, po, me të mos hecë. Ma shumë se 2 ditë, kur të shkojnë, o zëtë falem ti. Gëzohësh? Pse shot? Jas një nga kush, vesh na jem. Po jo, kur mësohë. Vesh na jem. Kur mësohesh vetë... Çka bën vllonjeri vetë kur jenë në shtëpi? Po unë kam një rutinë, unë deri ora 4 jam në punë. Po. Mas 4-ve, kthejna në banesë, i veshi teshat e fitnessit dhe shkoj gjithë energjinë e keqe e lon fitnes. Po, okej, kthehesh. Mas kthejna për fitnessit, Çka bën? veshi pijamat, Po. e qoj televizorin, edhe tham zgatë, zotë që shto. Veç vetë? Knoqna. A bën buka, qaja, Krejt i bëj, po kafe? krejt, po këto i bëj krejt. Me buke, me tonat. Do të thonë krejt, Çka do të mi bëj, bëj krejt. krejt i bën, a? Po normalisht, A thirrna musafir marrën herë me najt. Qysh? Musafir a thirrna herë. Po, sigurisht. Thirr. Thiri shoqet e mija të ngushta, i thiri në për dreka ose darka, po. I thiri, po shumë të pakta janë ato. A ki shok që i thirr kështu? Jo, shok, deri tash s'ka ardhur ma bo për ajër kërkuj. Çfarë pisa sha? Shumë pisa. Shumë poshtër. Për me të ardhur me ta bo për ajër, do të mi ftu. E vërtet. Që unë se ku më ftu kërgan. Ama këtu në herë edhe pa ftu vishen, domethënë, ke Jo, shku, valla, ke hinë tash shtëpi të re, shkoni e ban për hajë shtëpinë. Shiko, Shoqes. për shtëpi, kur jem fshat është pak s'ma ndryshe, se ti më Banesë, dashje moj? pa dashje, po Njëjtë është. banesë, shtëpia janë njësën shumë private. Edhe pa i besu dikujt shumë, nuk mundesh me shti në shtëpi. Po. Shpet jam, është shumë privatisht, edhe privatësinë ku jetoj, qysh ha, qysh flej, jo çdo kush i kom qef me ma ditë. Po, a? E çu se ki shkull, pra, ti shkull, shoh Ma çat. shkurt aty. Çu se ki shoh çat privatësinë? Po privatësi është betim, përderisa Regula, t'jen dikush në shtëpi. Po. Mrena, që qysh han, qysh pin, ku flen, tek flen. Ta mëson çdo detaj të banesës, do të me dash fort ose do të me njoft. Vajagi mirë për më shti dika në shtëpi. A tutesh, shot? Jo, interesant o më tut nuk tut, na, hiq. Vetë jeton që shumë vite dhe hiç Po, tutesh. po unë menoj që nuk jam me vetë mja femën që jetoj vetë, këto 3 ata shkret jetojnë vetë edhe me jetu vetë është... Vajgi nuk është e letë me jetu vetë. Se vëlla po jeton vetë. Po, s'kam burë. Po mundesh me pasë edhe dikun familjes, më? Familjes unë i kam në Zvicër. Kaj në Zvicër, a? Në Zvicër edhe jetoj... Kur së kësyn mua? Që ishtin gjunoni. Po të të ku Unë ina shumë mirë shpirt nësë tut natën. Ja, nuk tutna, nëse tutna. Po, Muna me bonej telefonë. dhe po të
Në thirr policinë. Insan halli, tutet Ose njëri. zjarr fiksat. Tutet njëri. Pse bova ki për zjarr fiksa bon ata? Po normal. Po. Sigurisht në arë njeri bëhet për gjithçka. Okej. Për çdo sen kemi nevojë. Çka e propozon ti vajzave, me tu veta, mos me tu vet? Shiko se thash me jetu vetë nuk është e lehtë se ka koste shumë të madhe. Kosto. Po normalisht se nëse ti nuk e ki shtëpinë tënde, du të më pagu qira. A me qiraje të jetu, a? Jo, absolut. Unë kam E ki tonën? Po, sigurisht. Po, vajzat e reja që dojnë me dalë, unë edhe kur im kanë studente, kur kum fillu me fitu dinarin tem, unë kum jetu vetë. Okej. Shpetim se e ki një knatësi, jesh lirë, nuk të pengon kërkosh munësh, dhe më thonë e ki jetën tonë qysh do vetë ja banë, më kuptojnë. Kur e ki dikon gjithmonë je me një siklet madhë. Edhe, qikat e reja, unë gjithmonë ju kumë thonë, unë e kumë qafë mu shkollu qikat, mu privatsu, me pasat privatsin e vetë, me pas parën e vetë, se momenti kër e ki parën e fiton në privatsin, e fiton në lirin e të shprehunit. Mundesh me vendos për jetën tonë që ka donë. Kur je më varën të dikush tjetër, ti je si gjënash, nuk e ki lirin e të shprehunit, nuk je... S'mundesh me vepru lirshëm. Absolut Je s'mundesh, e kur e varën, ki parën domethënë. tonë, je rahat, kanë do një dhushka. Kur dush i thirr zjarr fiksat, kur dush i thirr. Është pak e s'ma ndryshe dhe për ato unë kur isha vajzat e reja, gjithmonë ju thamë, këshirni dhe studiani dhe punojni, pse mos më pas parën e juj, unë e studente ku punu. Pse s'u martu kur hala? Po më intereson, bashkë po më intereson. Që ka marrun të më vetë njerë. Që unë po të vetë kështu, pse as ke dosh vet, a la Tirana takserat lin. Që duhet. Në ato që duhet, po të në ato fatlumin. Shpetim, shiko, ti o letë për me pyte shumë letë, Po dhe? me ta spjegu dhe nuk di pse qysh me ta spjegu, se vjen një moment kur femnat fokusohen vetëm në karrierë, unë kum dash një jetë, kum pas disa qëllime një jetë, mu bo dikushe. A i ke rri këtu tash. Edhe në momentin kur i ki qëllimet një jetë, ja rrit ato qëllimet e tua, se qëllimet nuk përfundojnë kur një jetë, njeri gjithmonë në kërkem. Pastaj të ofron disa persona që kur i shef thush ma mirë vetë se sa mu konë Me të dikon lihuti. që nuk ja vlenë, besom. Se masane vitet kalojnë bashkë përgjeqme për veten ma shumë. Kove të fundit përshet që sandarjet janë nuk e ki din, sandarjet janë edhe është ajo tuta. Edhe nuk po vjen një person i duhuri që më mdash për personin që jam, se direkt shqiptarët mundohen me të ndryshu ty. O, zërë me dash ty. O, zërë me dash ty. Jo, unë jam një femën të belës më një, më kimi keshë dhe unë jam një femën që s'kërkoj, nuk kam kërkesat më dhaja një jetë, në du më mdash dikush, një jetë normale me pas, më luksi nuk më pëlqenë, se luksi tepër të ka edhe kostum rapa, kështu që kom qef një jetë normale, unë me punu, burri me punu edhe kajsh. Po, thjesht du më mdash për personin që jam, unë s'jam angel. Qysh jeti? I kompletu më vitë zotin, a kitë nësë cili kena, nuk kena perfekt. Sigurisht, tonë kena të meta. Edhe du më mdash me qëto të mira dhe të këshijat. A ki ma shumë të mira të këshia? S'ki vë të këshia, a ki të këshia? S'ki, unë s'ti di të këshia. Vesh një të keqe e ka. Cilën? Këto e din edhe njerë. Unë jam pak e ngutshme, edhe personat e drejt janë pak të ngutshme. Po, vlënë dhe më thonë shpejt. Po, dhe i bi pishmanit shumë. E këthysh me thojnë gratë. Po, e këthysh shumë. Po, personat e drejt nuk munën me pa drejtësi. Unë nuk muna me rejt, nuk më ka falë zoti me rejt. Tash edhe me dash më mësun këtë moshë. Mane mo tash edhe me agjerim, dhe më thonë. Tash mos bën heq. Me lache, bre. Jo, tash me lache. Tash me lache. Kështë që shku marë, dhe në fund. Me po prajme. E mlume, taman, me agjerim. Apo falesh? Jo, mu falë, nuk se ke praktiku hala, a? Jo, hala, nuk e kum praktiku, po së të dijet. A ma mirë kja jetë që pe ban tash, a ma herë që ke ban? Po është e njejta, veç që po moj Ramazan, se s'kom ndryshune. Nuk po thamë që ty tash të kanë dalë dy koka, po thamë që janë do regullon Ramazan që nuk mundesh me... Do të një përmbajt dhe disa regullon tjera plëcuse, përveç, po mënej që nuk ha, nuk pen. Pasën e tjera dhe për Ramazanit, së që i kum pas. Nuk kem ka thamë në ato, oj qyqe. As aktive s'kum pas. Po këto tjerat. Me dalë, për shamull, në për klab, në për ashtu. Po unë me dalë, ka vite që nuk dalë, që... Mu vesh që sa korekt. Së që kom ndryshu shumë, thjesht pi maj ato që duhet mi majt ato rritet Ramazanit edhe kaq, më kuptojnë, mu falë, s'po falë, nëse alo s'um ka... A je gjymert?
Tash ka pyetje shumë e poshtër, po zboret më për ne kështu shkak. ai, sinqerisht ai a din aja Ka bani. raste që jam me gjymert, ka raste që hiç me plas nuk. Hiç Ku nuk ja vlen, a din Sta qysh. kput kanopin. Shpëtim, unë jam një person që jam zhgënjur shumë mjet për njerëzve. Se, bre? Jo kum dhonë shumë unë, jo Çka kum ju limu ke shumë dhënë? njerëzve. Atë sa kum pas mundësi, se unë s'kum pas mundësi mi marru njerëz Ju dhe ble shtëpia. shtëpia. Po atë sa kum pas mundësi, bajgi ju kum limu njerëzve që jo gjithmonë ma kanë kthy me të mirë. Tash me kalimin e kohës, ndoshta vitet, nuk e di, po tash për 10 cent jem gjendje mi kap njerit, më duket si për budall më mëzon. Nëse më lyp, nëse më thot shota ma fal, unë jem gjendje për zotin shpirtin mi adhon dikujt. Po, më ma marë për si për inati, si për budall më Për mëzon. mosdije. Ku më kap inati. T'kap. Bërgj nuk jap. Ku më dhonë borgje më kanë plot. Dhe i fetu më kanë. Edhe pse ish se vab me dhon bërgj, sa le zohet tash në Ramazan. Ku këna mush se vape une, borgje nuk, do me thonë me parën e tonë bash e keqe. Pse të kanë ndodhur, domethënë kështu. Po mëre sigurisht, më kanë edhe në profesionin tem që kum bashkëpunu me njerëz, kanë borgj edhe... Sa të kanë bërgj shota? Nuk kanë shumë a shumë të mëdhaja, po mjafton borgj është ai. Borgj, po një është e jemja, domethënë. Edhe borgj nuk jap, përpos njerëzve të mi që i kam familjare, diskutohet, po njerëzve shoshni, kur borgj nuk jap. A merr borgj? Kur? A e thirr dika, më thonë, Kur njet, pasha një zot, kur njet borgj nuk u marr. Faleminderit, ndoshta s'kum pas nevojë se kam familjen teme edhe. Me çdo senet elementare mu kanë gjinda, dhe s'mu ka dosh borgj me hi për nej sen. A je qike lasdrume, kështu që shpenzon shumë, të harxhan e ban jetë kështu, që ato çka e ki. Shiko, se herës tjetër kur isha më ki vjetë a harxhan këtë rogën e harxhan komplet. Rogën e vogla, qa ka rogën kja pa 6.000 euro. Jo, po ti e din me punu në shtetë nuk jenë rrugat e mdoja. Vërtet. Po, është knatësi që kur punon me një punë për mëngjesi dhe mazdite, e ki një rutinë shumë të mirë, e ki sanet me orar. Nuk është puna për rrogë, sigurisht edhe për rrogë njëri punon, po punon edhe për një të mirë, për një rutinë tjetës anë, mu për shamën pesi më vim punë, mu ka regullu jeta. Unë me hargju, nuk është që nuk hargjoj, se kur jeton vetë shpetim, ti e din sa hargjan, jo kjerit hargjan, jo... Tash për më intereson këta që jo jeton rryma vetë, tash. sa hargjan harsh të qije veç vetë në shpit qik. Veç hargjoj ma pak, këtë sanet i hargjoj njëjtë su kur ti që je vetë i Po, se rrymën e ki komplet shpin ki me shpenzu. Kur i hyp kjerit, si mi hyp pes, si mi hyp një, e vërtet. Kur e kallë televizorin, kur e ndezë, si të ta qipnis, si 50 veta me pasin i njeri njejt, edhe rryma njejt, veç ka blinë sene ma pak. E vërtet, dhe më thonë është Kretë njejt o gati. Kosta është njejt. Kosto gati është njejt, po unë nuk është që kam lukse, sanet elementare mish. Po. Aty ku dëmë dhomi shkon me salosh pa iftari. Sanet këm qef mi blet mira, me hongër mirë këm qef, mu vesh normal. Po. Ja, kise me bo jetën kështu, e di, si. Ja, jetën. Ki qef, Për zotin, ja, unë dalë njëherë nuk shapeti. Po nuk do me thonë me dalë më redë, me tu në shpe mirë, më mush me tu Po, në në shpe mirë, kom qava, ja sanet më belqen të mirë, anës me të. Ti e kësi qike që me shku dhe në dyqan t'i veshës, shkon edhe blen një kepë edhe kthejesh e veshte dhe parfumost edhe kështu. Po, këto, po. A do thonë është e metë e femnave, e metë kështu, e metë për mirë. Po, nuk exagjerore shumë, po jetën kom qef me jetu mirë, nuk e la vetën për më mungu asë një sen eq. Qka kom qef, në gjysë natës vypi kjerit, shkoj e blej dhe ha dhe nuk më dhimet, të vetja së më dhimet. Nuk dhimet kur gjo? Asë një sen. Në fitness po shkon? Ja, bo vetit qefin së më dhimet. Te isha sa dush, po. Sa dush t'i fali. Për momentin e ki veç vetën, kështu që du të tajtoj e mirë. Po. Tajtoj e mirë. Qka ki qef njët me arrit, shot? Po senet elementare... I ki këto elementare, shpi, ki tesha, ki elementare, ki krej. Por krej. veç që si kam familje, do me thonë fëmi, vetëm këto si kom arrit. Senet që jam për Kosovë, unë zdi që duhet me arrit, veç me bo nëj fabrik, kështu nuk jam unë për fabrika, për bizneset ndaja. Unë jam me aktre, me fitness, kaq, unë kom qef me realizu senet që amuj mi kryo, që a i bëj me dëshirë. A ki qef me kryu familje, tash për të pësë sinqerisht. Po kush është a i budalë që s'ko qef? Ka njerës se për shembull nuk dojnë me kryu familje, unë një plot. Unë mënoj që ata janë psikopata, se njeri sa do që mundet me arrit diçka njetë, nëse se ka një fëmijë afër vetit, ajo i vëbekt. S'ka pse jeton nëse se ki ti një trashëgimtar, se ti e prind vetë edhe e din këtë sen. Njerë që thoi nuk i du fëmijët, unë menoj që kanë
Jënë psikikisht E kanë gabu këm naj konceptin e dros jetës. mongu, sinqerisht janë naj dros mongu, ose ata nuk e dojnë as veten. Se më që dashnin që ta jep, kënaqësinë që ta jep fëmija, nuk ta jep asnjë sen. Vjen një moment shpëtim, kur parën e shevish letër, tash besom që sigurisht që parja është e nevojshme për me jetu, po besom shpëtim si 10 euro, si 10.000 euro mi pasën që jep, mu nuk më ndryshon asnjë pikë mendimin, as atë gjendjen shpirtërore që e kam, absolut. Fëmija, dashnia ndaj fëmis, unë menoj që ta ndryshon. Çka të bën me vujt, nëse shoh në jetë kështu? Nuk jam tip që fort e lodhi trunin që vuj, unë e vuj ka njerë që munona ju bëj njerëzve mirë dhe kur të vjen shpej prap thon pse bre e bona. Po kur të krijosh çështo nuk mundesh me ndryshu. Absolut, më ka kriju Zoti që çështo munona këtë njerëz mira atu. Edhe nuk munda me ndryshu që thash. Kur s'kom ndryshu sa më kon më re absolut. Çka të kënaqesh në jetë? Mu më kënaq kur ju bëj njerëzve mirë, sinqerisht, ose kur ju fali, për shembull kam shoqet mia që ju fali sena dhe kur ju pëlqen atyne, më kënaqet zemra. Edhe kur ju bëj njerëzve mirë, kur më jep kënaqësi çaja, besoj që më jep kënaqësi çaja. A ke ndaj peng në jetë? Më jep kënaqësi me dhon, se sa me marr. A ke ndaj peng në jetë kështu që të kam et peng që s'ke mujt me kry? Me realizu, thash, vetëm i peng është çaja, për ndryshe pengë tjera nuk është që kam, për zotin s'kam, unë nuk shondra me sy hava, unë i shondra që kam ujë me realizu vetë. Kështu që s'kam asnjë peng tjetër. Okej. A je kështu temperamente? Po, që jo, bilëm gjithashtë. Ja, para iftarit, sidomos para iftarit. Jo, nuk po munoj, unë me knaci për bajo, zë s'po të munon domethënë, më zoti ka bu. Po t'ja i të mojtë se ty arrova? Nuk ka kësha pi me ty, qysh. Tërgëm ti mu kështu, apo të bjen huj në i sen ditën me bo, ose për çka për kima vështirë? Në Ramazan s'më bjen huj për kur gjo, në shta mos t'i shkon Ramazan, mundet me tra huj në i sen. Qka për shembull, çka më Me ndohë? ditë se njeri ka dëshira të ndryshme gjatë Po, ditës. lloj hujësh. Po sigurisht. Lloj hujësh. Të gjitha nga pak. Të gjitha nga Mungesa pak. vitaminash. Mungesa vitaminash. Okej. Po tash në Ramazan absolut. A ja rejnë herë me nakon? Mina shpirtnisht shumë. A ja rejnë herë me nakon që të jem temperamente? Jo, unë dash me ditë, nuk jam femën e problemeve, kur mjetë që më rej me kërkan. Në shkrim ka në vogël, me fëmijët më hallës kërshën bo, se i mbrojsha vllaznit e me, për ndryshe kështu kur as me femna s'kum pas probleme, mu kap, mu bo si mangup, unë i urrej femnët. A jetohet mirë tu kon aktore? Jo. Pse? Po t'je din që unë jam një aktore bajge mirë edhe unë detyrona me punu një pun tjetër që pe këti profesionit nuk i. S'ka, a? S'ka shpëtim, se ti e vetë që të profesion edhe din që na nuk jena rrugë mujore, do me thonë t'i paguash me projekte, sot punon, 1 muj ditë punon, 3 muj ditë rrinë, na duhet me hongër, duhet me pije ta vazhdojnë. Sigurisht. E ti nuk i qare pa u detyru me punu një pun tjetër. A unë beson që edhe 3 punë, nëse mu më ofronë edhe 3 punë një më gjendje mi punu, unë kam shumë energji. Energjike je punëtore. Po, jam shumë, edhe nuk pritoj. Edhe je shumë sakt. Ata që nuk njojnë shumë sakt në terminën punë kështu, bravo. Po, unë i dhënona njerëz vetëm që më vënohen, unë i urrej njerëz që vënohen. Se heri kum lënë shoqet e mia të prit. Ke hec. Po jo, i kum hec me kërë, s'ka, s'moj mi prit njerë. A kështë pranu në i skenë të nëzit me në i film? Skenë nëzit, unë në... Të shpëreti, për shumë. Të shpëreti, po, kështu, skena filmike... Nuk... Shiko, tash më varë të shfar filma, se këta regjisor tonë... Për një film serios. E shtim skenën e nëzit, hiq parë se tu kur gjavesh me dal filmi ma interesant. Jo, të një film, të një projekt serios. Unë skenë provokative kom pas në film, nuk është që s'kom pas. Po. Edhe ka pas raste kur unë nuk jam pagu aty, edhe kum bo me knatësi, se është arsyetu skena, edhe kum bo me knatësi. Nuk u ka një diçka shumë e madhe. Po, në skenë ma të nëzit o problem se ti e din qëfar veni jetojnë na dhe njerës shojnë si shota televizionit. Ka plot njerës kur rinë me mu, thojnë more ti shumë qike mirë, ko ke edhe në ndryshit kina menu. Je qupesh atje. Po dhe. Okej, a ishte i prapë në Big Brother? Jo, nëse i kisha fitu paret, po qysh s'kisha. Dhe më thonë për pare... Shpetim, unë aty e kum vrejt një send karakterit tam. Ti e din sa jam energjike, unë e full energji nuk nalna. Unë aty jëm shu komplet si shot. Dhe me thonë, mbyllja mu nuk për mbëjke mirë. Mu ndesh mu mytë, veç më shelëm. Okej.
Domethënë mbyllën nuk im kanë vetvetja absolut. Dhe krejt njerëz që kanë kanë thonë more ti si kon shota jetës përditshme. Unë aty më ka dalë pa një sa në karakterit jam. Mund ndesh më myt më shelëm. Domethënë nëse më shelesh ti, ja, unë s'jam si vetvete, je definitivt shuna komplet unë. Shuhesh. Unë jam tip energjik, tip social, kom qef më knoq, me njerëz, jo, kur je para kamerave je me një farë stresi që ti se kupton. Shpëtim. Unë një fjalë me ta shkatru jetën komplet. Aty? Po sigurisht, një gabim i vogël, mundesh me bon bisedë, karriera të shkon hoq. Shkon për Televizioni ti e din mbrana natës të bën yll, mbrana natës qet për toke. Të bën dreq. Sigurisht. Dy ekstremet. Kush fiton në Shqipëri? Unë e kom qef me fitu gjestje. Unë në Kosovë ka bën një lojë tjetër, në Shqipëni u pjek ma shumë për më doke në lojë, gjestje një ideal 23-4 vjeç që ka një energji jashtëzakonshme. Unë s'di ku merr energjia ideal, që nuk nalet heq. Komplet shikueshmërinë 200% nga këty bigot të Shqipënisë. Mu më pëlqen me fitu gjestje dhe është i joni pse jo, e meriton. Ai meriton. Jena afër iftarit, shota nuk po kam qef shumë me të munu dhe me ta marr kohën se je me agjerim edhe pas tlet. Faleminderit. Te din që te musliman zakonisht jo në Kosovë, po ata ka lindja thonë që muslimani deri 4 gra lejohet me marr. A kishe pranuar me pas një burrë që ka 3, ti më ka 4 ose 2, ti më ka 3 ose 1, ti më ka 2? Që e dëm vllani. Po. Tash jemi agjerim kujdes. Ti që rënë syt. Po. Nësi ka aktive të rija në shtëpi, s'kan çam duhet. Jo, në 3 shtëpia kanë jo. Jo, nëse është nuk kanë divorcuar, okay, edhen, po shtëpia e kështu. Kështu jo. S'kam qef me do burrin me kërkan tjetër. Jo me do, po ai me të marrë 2 dhe 3 tjera i ka, se lejohet. Do të më konë ai Rambo për me pas kapacitet për 4 gra. Rambo 7-shi. 7-shi. Në thonë është problem, shpëtim, ma problem. Unë mendoj që asnjë femër nuk mundet. Unë për veti jo. Jo. Shansa teorike, heq absolut. Mundet më kanë divorcuar, nuk më pengon, po 4 gra dhe një me pas mu s'ka shansa teorike, heq, do më kanë veç i jemi. A je kështu egoiste, domethënë? Nuk është punë egoiste, po ti një person kur e do nuk mundesh me nda me tjertë. Po feja më lejon? Po feja nëse lejoj, unë se lejoj. Nuk e lejon. Po nuk e lejoj, në absolut. Për 7 gra, lej këto fore të ki nëse. Kur ki më kthy me jetu në fshat? Unë fshat, veç nëse më del. Ma u shpijen? Na një apikatunjet. Jo, 300 copa dhi. Me jetu me lindi zonën? Jo, unë zakonisht shkoj verës kur vi familja, po unë me shku me jetu në problem shpetim, se unë punoj çdo ditë edhe për fshatin me ardha problem. Po unë në fshat, aty unë pushon zemra tamam qysh dohet. Fshat? Aty nina vetvetja, aty, këtë A vozit shpejt se e ki ftyrë me vozit shpejt në qysh dohet? Jo, vozit i shqiptar, ti keq, do me thonë. Me kështu, ty ro asaj. Po, ty i përshëndet njerë shumë prej familjes. Edhe pin cigare granë në kërë. Jo cigare s'pin, as cigare s'alkohol. As alkohol? Po dhe unë që ka kështu zonë. Jo, Ramazan, jashtë Ramazanit. Alkoholin nuk më lonë që 4 vjetë. Që 4 vjetë, thash një 3 gota veni kum pi, kështu, veç unë se kum bo me be, po e kum lonë vetë. Po, se nuk e përdorë mo? Ja. Qeve, qika ta është për ma e fetë. As cigare, jo. Ko pëdën ti? Tu agjeru, po. Vetë jetu, po, me shpit vetë, po. Kështu që na i kush pej djeme të bukur që i plesa kushtet. A di që një problem, po menojnë gjinja se të I ndalë me libur. Po menojnë që unë qaç keq jam sa kum dalë. Kja jeton shumë e lumë, tërë pëndryshe ju që nuk e dini. Shpetjem ka që pa fajshme që ish dokna. A, pëse qka i bjen kjo e pa Sjam fajshme? ka që pa fajshme. Në nuk je angel të Ja, qfarë. A? Sjam ka që viktim sa menojnë njerë, sigurisht edhe. Ti viktim? I kam ato shansat e mija që... Ti dhe viktima jeni saktu në honë, vite dritë largë, kështu që ti nuk je viktim, ti je vojtë që punon edhe, ki jetën tonën... Jo, kisha fjallën viktim kështu të gjinia mashkullore. Nuk je viktim ti, se moshkujt kanë qef me pas një karakter ofër, si... Edhe jututën, edhe kanë qef edhe jututën. A tutën djemë ta? Shiko, shpetjem, unë jem një femën shumë luftarake, jam shumë punëtore, energjike, nuk nala, ja bëj njeri ditën 5 minuta. Po njerë zakonisht moshkujt, femnave shumë të forta që janë, jututën. Pse e vlom jutut, grus punëtore, për çka? Gjithmonë shumisa kanë qef me gjenë jutur që aty në shpi që nuk ju bën zo, që rrinë, nuk më kuptojnë. Femnave të forta, jo gjithmonë kanë guxim njerëz me bo bashkëshorte. Për ato e kanë vështirë shumë. E din që femnat e bukra,
unë ke shoqët e mia që janë të mira, të keqen single. Domethënë, o problem, femnat e bukura, krejt single gati. Që pe bjen kjo do të më kone keqe u martua çka? Jo, absolut, po njerëz kanë frikë më afru, sinqerisht. Femna të bukura. Të bukura, femnave të forta që kanë frikë. Gjithmonë kanë qef me pas një gru nën veten. Përgjithsi mashkujt, jo krejt, se tash ki edhe mashkujt që kanë qef me pas femnën e fortë. Pas shok që punon bashkë, që vepron bashkë, që... Po jo gjithë kanë qef me pas një bashkëshorë të shok tjetër, sinqerisht. A ki ftu na kon iftarën këtë Ramazan? Jo, A ki me iftu tash e mas? Jo, po unë zakonisht në banesën të amë iftoj shoqët e mia për iftar ato që majnë po, se është mirë me sevap. Po, sevap është iftar me shtru në banesone. Se në restoran Apo në quhesh në sufir? banes vetë. Po, normalisht. Quhesh, a? Do të thonë nuk përpriton me uçu me ushqy edhe. Jo, absolut, s'pritoj. Çfarë pune kishte pas qef me pas në jetën tonë? Çfarë pune? Po, ti punon, e dim që punon, kështu në punë të... Po, shiko punën e kam të mirë, unë nuk e kam punën... Punon në... Unë punoj marketing, jam ndërmarrjet pastrimit. Ndërmarrjet pastrimit, a? Po, na bojna projekte për vetëdijsimin e shtetarëve, qysh mos me gjujt bërlogun. Sigurisht. Zakonisht bojmë projekte me fëmijë, se mu mësëm sa dush mos e gjujt bërlogun nëse mu ka pjekën kry badjava. Po, vetëdijsimi vjen për fëmijëve. E vërtet. Po punën që unë e kisha po me qef, për shembull, aktrimi është një diçka që unë e shijoj, jam... Sigurisht. Ajo s'diskutohet, po unë për shembull fitnessin e bëj me kënaqësi. Fitnessin? A në teatr a në film? Teatri ka vlera tjera ti e din, ki emocion tjetër, po filmi është një diçka që të mete përhershme. A në komedia në dram? Mu më pëlqen komedia. Komedia. Edhe pse është shumë vështirë, ti e din në kohën e sodit, sa një më i vështirë mi shtin njerëz me kesh. E vërtet. Edhe në qoftë se që ato ke arrit, ti je okej. Po, definitiv farë stresi kemi, o problem, s'po na shin kërkush as me kesh. A je kësi qike që dil shpe i banesës 4 orë, ty në më bogati? Jo. Si je, dhe më thonë Ju kështu? urrej njerëz që vonohen. Je që urrej njerëz, jam njeri që për 3 minuta bona gati. Jam shumë e përpik, shumë e saktë dhe... Do më thonë, nuk je kësi këtu që vajton dhe i del me prit. Jo, Të mërdhënjët burin kërë, të nëzëkjerin. Jo, as burit me di që më vonohet e la. A gatun vetë? Po. Do më thonë, din me gatu. Po, veç pitës di me qitë këtë gjellat e di. Po, gjellë nuk gatuhet, gatuhet, po pitja është të na shqiptarët pitën me qitë. Pitën zdinë, ha? Ja, s'di. As një pipite, veç? Po, në brumë s'ha, kështu që ishala më qëllon në nej partner që s'han brumna. Po, dhe të gjellat, po. Po, krejt i di. Cilën për gjellat? Tradicionale, krejt i di. I din këtu Krejt. gjellat, pitët e këtu. Pasull, Po. mishelagna, tov me oriz, makarona, mish, Pull katuni, krejt i di, krejt. krejt i din, përveç brumit. E ato i mësën, se qëllën a i burë që të hallojës ka pak. Ta një mon me të hallojës Jella, ka pak. inshallah, së më një më me të halloj, se kam Ja, të një e të një mu kështu ka pak, atë një jo kështu, jo në kry. Ka ju thu femnave që nuk punojnë e i punojnë burrat në shpi. Për shembull, janë do femna që s'dojnë punu. I punon burri. Aty në tana do të mja mdru, këtë cilën mja që të burrit. Shiko, janë disa punë që i takojnë burrit mi bo, janë disa punë mashkull, femnës që i takojnë mi bo. Janë do femna që s'dojnë me shkon punë, la. Që s'dojnë me punu? Po. Aha, që s'dojnë me nuka që në shpe e Jo, fjallën. me dojnë me punu më qik. Shiko, me qenë non, me shumë fëmijën, me kry këtë punë të në shpe, a disa fështirë, Ajo puna ma e madhe një. Ajo puna ma e madhe që nuk dihet e femna. Sigurisht. Po, kur ti e ki mundësin me punu, pse mësë me punu? Vjen gjuna me ne gjithë ditën në shpe, se në momentin që rrinë edhe në shpe i bën me presion partnerit. Se s'kisha bën gjithë ditën e shkru gjithë ditën. Po, se ti vetë ki bashkëshorët, në momentin kur rrinë gjithë ditën në shpe, sinqerisht gratë në shpe të në ditën s'dorohet. Ja, ku? Kur të punon të knaqët, edhe angazhohet, dikon edhe ajo është lumtur dhe ti, lumtur edhe këtë jemi të lumtur. A ma shumë qonë ta këpuca në shpe? Dyjat kapak. Cilat ma shumë? Këpuca. Këpuca, Patika. Sa palë? Unë patika blej shumë. Po, sa palë i kinë shpe? Nuk e di vallaj, kam plot. Shumë? Një armon? Kam plot. 20-30? Më thonë këtë banesën Pol? të shteshat mija, unë zdi me ordi kush zdi ku do t'i lënë sen. Do më qaqë shumë që keni investu në to. Po jo, Krejt që nama këtë parë me qojnë tesha në këpuca në kësi. Shko, shopingu i femnave është taksi smundje. Smundje, a? Sarë, unë e kam një zakon, sarë nuk e mirë kështu. Veç shkoj blej. A, do më thonë e gjeni farë... E momentit. Një farë qëtësi e gjenë që aty. Po, femnat zakonisht aty e gjenë. Shopingun e kanë femnat smundje. Smundje Kështu ka. Po, gripi keq është. Do më thonë, ka 3 smundje javë keqe. nuk të shënë, nuk të shënë heq. Jo, mu të njetën s'm ka lëshu. A, kja është, po, trashëguse kja, do më thonë, ke linë me këto. Qa ki sonë të përithorë?
Po me si pi fitoj vetë, paret e mija pi hargjaj, s'pja marrë Se të mos mi kujt. hargju, po hargjë sa të mund është hargjaj, për qef. Ka pak Se rrugë, kanë herë nuk njeri është i hargjon edhe për dert. Mos Po e inshallah për zot. dert nuk më bjen me hargju. Qa ki me orë për iftar? Qa ka me ba? Qa ki me hangër? Se gati e ki kohën. Mbi shpule me perime. Me verime. Sup, Okej. salatë, në. Agjerim të letë ty. Falemderit edhe gjithë ata që Shpresojmë që kena mu po në Ramazanin tjetër më naj... Me shamikur të vinë. Në Taramis po shkona, ha? Jo, në Taravi. Po shkona, ha? A i konë gjamin e herë? Drejt rëgam, po ju. Nuk u morre mës me konë ose nuk u morre me konë? Ja, në gjami më kanë për mu falë se më po. Se shka bonë aty? Se pas jem shku që është dhe se më falë. A nuk i falë dhe me thonë, ha? Ka vakt, Ramazani ka 30 dit. Edhe mas Ramazani Po mund më tash shku. pse jo, se dje. Do të mi hek sajtë më sani. Për një me, ja, gati ka me të ra. Në tash mi në rrugë. Faleminderit shumë që ishe me mu sonë të bashkë. Falemderit, shmetim të ti është gjithmonë knatësi me ardhe. Për mu knatësi është me të Nuk pasë kanë në vetë studio. vetja, ta ma ume ty flasë shlirë. Do më për dallim nga emisionet tjera. Si ka shtëpia, këtu ne. si Këtu priton mu qu, do më thonë. Për zotin. Merën me veti që ato? Gjithçysh. Edhe një sapun, të dhojnë edhe një 2 volta një Sapuni s'm zinë. duhet, falemderit A ki vogël. pa këtë një herë që shkojshin ka i sapun Sapunin maje për ju. edhe i parë qërapa, edhe i parë Qa pa qërapa, dolla. edhe i parë qërapa këtë Ja, një ma herë. ba, falemderit, qa. Mjaftan, ha? Mjaftan për mu kaj. Qushe preke, se dhe qushe preke. Qa. Ja, e mirë. A i ftoft? Jo, Sa ma shumë me i rezistu, tina se vapi është më i madhë. po, A gjerim të letë. Falenderit shumë. falemderit për të ja. Shihim pjesë tjera.